Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Përshëndetje, shikues të nderuar, mirë se erdhët në televizionin Arbëria përkatësisht në emisionin Porta. Jemi të nderuar ta kemi autorin, kritikin letrar, romancierin e shumë librave letrare, po ashtu edhe publicistike, të cilët nuk po ndalës së shkruaj zotri Prand Buzhala. Përshëndetje, zotri Prand, faleminderit që po gjeni kohë të jeni pjesë e televizionit Arbëria, njëkohësisht ju përgëzojmë për librin e nxjerrën në kohën e fundit, që është një lloj projekti në aktin e leximit. Po. A kishë mundër, për fillim, me na tregu, cila është synimi juaj, cila është ky projekt që s'po ndalë së shkruaj dhe i keni mbledhur një pjesë të librave të juaja në të njëjtin titull. Faleminderit për ftesën dhe për prezantimin e librave mi që televizioni juaj ka qenë i kujdesshëm dhe vazhdimisht kështu e ka prezantuar këtë këngëtari. Në fakt në mesin e dikonja 83-4 titujve që janë studime letrare, monografi letrare, që janë edhe libra eseistik, që ndryshe letërsi përkufizohet si letërsi diskursive, hyn edhe ky projekt e librave që ndryshe e mbajnë një titull përbashkët në aktin e leximit. Çka do të thotë kjo? Është një veprimtari personale imja, pas luftës, që vazhdimisht dhe sistematikisht kam qenë në kontakt me autorë ndryshme, me veprat ndryshme dhe me ngjarje ndryshme, promovimeve, sesioneve letrare, të tribunave letrare e tjerë. Dhe ky lexim sistematik i letërsisë aktualisht që krijohet. Ka bërë që mendoj për një, themi kushtimisht projekt tillë që po e quajmë, me titull përbashkët në aktin e leximit. Ka filluar dikon vitin 2015-16, vëllimet e para kur janë botuar të këtyre vëllimeve, po. Në të njëjtin titull. Po. Dhe vazhdon. Gjithmonë si referencë studimore dhe leximit është një përkufizim që kam kështu në klapa zakonisht shënohet nga libri i sotëm shqip. Konsideroj që te libri i sotëm shqip hyn jo vetëm autorët që krijojnë aktualisht, që botojnë sistematikisht kohën e sotme, sidomos pas luftës. Por edhe pse jo autor që kanë qenë të ndaluar sistemet e përpashme, por që ai libër të bëhet pjesë e letërsisë son, pjesë e kulturës son, pjesë e traditës son, por e një traditë bashkohore, si themi ndryshe, atyre klasikëve që nga njëherë i përkufizojmë si klasik modern. Prandaj, në aktin e leximit e mban titullin tash edhe vëllimi i 33, që doli këto ditë, një përkufizim që është një nga kritik letrar të Evropës. Është një Ischinger, kështu quhet një kritik letrar gjerman, dhe ai flet gjithmonë për leximin si akt. Jo vetëm Ischinger, po edhe Roland Barthes, për shembull, ka kënaqësia e leximit, ose Romanin Garden, ose Kotadion atje, për shembull, Charles Bukowski, sa shkrimtar, edhe tjerë gjithmonë flasin për leximin. Dhe leximi nuk është vetëm sa të shfleton faqet edhe për faqes parë deri në fundit, por quhet akt për faktin se gjatë leximit tash do të lindin
edhe përsjatje, edhe shënime mbahen, edhe çka duhet thot, çka mund të thosh ti për atë libër. Prandaj quhet akt. Akt në kuptimin e krijimit. Se kritika letrare nuk është sipas një tradite që ka qenë vetëm ajo ura lidhëse midis autorit, veprës edhe lexuesit, por është edhe ajo fushë e krijimtarisë që qëndron midis artit edhe shkencës. Shkencës që merret ekskluzivisht me terma shkencor, merrfilt, të pastër, sikur që është një kritika akademike, për fjala universitare, profesorët universitarë çfarë krijojnë, po është kritika letrare ka edhe dimensionin e saj krijues, mendimit krijues, të intelektit krijues. Kur thot mendim krijues dhe intelekt krijues, të gjithmonë duhet të kemi parasysh atë ndërthurjen që bëhet midis dive të ndryshme, që i asimilon, i absorbon, i përthith, i mbarështron në dobit leximit, kritika letrare. Dhe nuk është punë e lehtë kjo, domethënë, për shkak se kritikët gjithmonë duhet të jenë ata që janë një vedije e zgjuar e kohës, një vedije që ka për angazhim të nxjerrë pa vlerat, por gjithmonë ta mbajë gjallë dinamikën e leximit letërsisë, të shoh prirjet, proceset, rrjedhat, se nga shkojnë si lindin, cilat janë risit dhe cilat janë qoftë edhe dobësit, cilat janë ato vlerat të fshehura që lexuesi i rëndomt nuk mund t'i hetojë, dhe gjitha këto quhen akt i leximit. Prandaj është edhe ky titull i përbashkët të gjitha këtyre leximeve të ndryshme. Këtu nuk i kam darë në zhanre, po më të thjesht letërsi, po këtu hyjnë edhe leximet libra dokumentar, bie fjala, ose të librave të kujtimeve, ose të librave publicistik, bie fjala. Thjesht aty përfshihet fjala e shkruar e autorëve të librit bashkëkohor. Domethënë e librit publik që është. E thatë keni fillu këtë projekt nga viti 2015. Po. Cili ka qenë qëllimi i realizimit të këtij projekti? Janë të përzgjedhur autorët, janë të përzgjedhur rrymat letrare, periudhat kohore, apo është ndërkohë, siç e thatë edhe ju, në kumtesa të ndryshme, në recenzione të ndryshme, më pas e ktheni në libër? Një kritik letrar nuk bën shumë përzgjedhje. E ka parasysh, është normale, e ka një tradit të kritika letrare të ne që gjithmonë e ka angazhim prezantimin e librit. Prezantimin e librit para publikut, posa del nga shtypi. Me njerë e ka reagimin e parë, të më thonë publik. Kështu ishte në kaluarën, bie fjala, bie marrën e vite 70-80, kur në Kosovë, bie fjala, rilindja për çdo të shtonë e kishte shtojcën e kulturës, dhe për çdo javë ka pas edhe kritikun e vet letrar që e ka prezantuar një libër. Po i përmeni, ndoshta janë shumë emra aty si Ali Aleu ose Ali Asiq për shembull, ose ma vonë Ramadan Mosliu, ose edhe Gjemal Mustafa ma vonë do të vi, apo ma herët Jusuf Buxhoi ose Mehmet Kraja për shembull, tash që është kryetari i akademisë. Janë edhe sa emra të tjerë që e kanë prezantuar për çdo javë një libër. Nga 4 punime, 5 punime, para një muaj, domethënë e prezantonin letërsi. Ndoshta tash është një dinamik ndryshe nga e kaluara, që kur kanë prezantuar këto vlerash, për shkak se atëherë ishte thjesht vetëm një botus. Një botus në Prishtinë, një botus tjetër në Shkup ishte, flaka vëllazërimit atje, këto rilindja, dhe po, dinamika botime ka qenë e bukur e madhe, për shembull me qindra libra mëna një vit i botoshin. Mirë, po tash është në realitet ndryshe tjetër, për shkak se janë 10 botus. Madje ka botus edhe për qendra komunale. Madje ka botus që janë edhe autorial. Dhe të gjithë ata tash botojnë. Jemi përballë një qindra botimeve që dalin, ndoshta po them qindra vetëm të një botus, pa i numëruar me mira botime tjera që dalin brenda një viti Shqipëri, Kosovë, Maqedoni. A është të mundshme tash gjithë këtë produksion të madh që ta përcjell në kritik jo, s'është të mundshme. Mirë po,
të unë ka ndodhur diçka ndryshe, me që se tashmë nuk kemi media shkruara, dhe fillimisht pas luftës unë isha i angazhuar te Gazeta Rilindjas aq sa doli, që me bashkëpunim me Ali Podrimjen, që të prezantoj një vepër letrare, një shkrimtar. Ma vonë me Kosovën sot një 10 vite, plota kom përcjell kështu letërsinë, për gjatë shtunë, edhe këto gazetat e pas luftës e ndëshën atë tradit të prezentimit librit, me një shkrim kritik letrar, mandete e epokare po ashtu, kom pas vazhdimisht të shkrimesh të Gazeta Fokus e ndonjë tjetër. Dhe ato janë përmbledhur në për libra ndryshëm, janë përmbledhur të kjo kolonë e librave, të kjo projekt që e quajtëm fillim. Është arsyeshme që zgjidhen autor serioz janë. Bie fjala, kam shkruar për gjithë ata shkrimtarë që janë të mëdhej, Kadarev, Agulli, Fatos Arapi, ose atëne për Anton Pashko që sot më në mesin tonë ose Qosis, ose prozatorëve tjerë të shuar, nuk kam bërë këto dallime, dhe janë prezentuar. Janë tash pas luftës ka prirje tjera. Është ajo që shpesh në letërsi quhet edhe shlirim i përgjithshëm, edhe tematik, edhe stilistik, edhe estetik. Se shpesh e kemi ballafaquar këtë realitet. Nëse në vitet e komunizmit, në Jugosllavi, që ka qenë vend i hap përballë Evropës, edhe ku kanë ardhur vazhdimisht literaturë për atje dhe ishim të njohur, tash është një mundësi tjetër. Është teknologjia informative që vazhdimisht bjen kontakt edhe lexuesi, edhe poeti, edhe shkrimtari, edhe kritiku, sidomos duhet të jetë i kujdesshëm në atë aspekt i përcjell këto trende. Por edhe ti shoh edhe prirjet e reja të kritikës, edhe të librave, edhe çka është ajo si frymë e re që krahasim me të kaluarën del. Del kjo që unë po e quaj letërsi e shliruar. Po tash është një tjetër fenomen. Nuk përgjegjësia për dalë para publikut është autorit. Dalë para autorit atë, po se po botuesit e tjerëve. Ai e ka tash sfidën si do dalë para lexuesit. Krijuesi janë serioze, kam fjalën. Si do dalë me librin poetik ose letrar ose roman ose dramë ose prozë, tregime tjera. Dhe a do të jetë ai që do të sjellë një frymë, një resi, një diçka të veçantë, apo do të jetë vetëm një krijues i rëndomt, pas ndonjë resi edhe i mërzitshëm. Fati është se kemi domethënë emra dhe vazhdimisht të autor ndryshëm, mirë po të unë ka ndodhur edhe po them edhe tjetra që kam qenë redaktor i qindra botime, nuk mund ta di as vetë sa janë, ato janë shumëta. Ato përpjekje, punime kritike letrare, recensione që të mos shkojnë kështu poshtë, gjithë ato i përmbledhin vazhdimisht gjithsesi në brenda nivellimi kritik dhe tjetë i publikuar në formë përmbledhur kështu dhe i jepet lexuesit. Tash, të ky fundit, po shohim tash të pak bie fjala këtu tash edhe këtu thuhet nga libri i sot të Shqip është vëllimi i 33, po lexoj rëndom në fund vetëm autorit që shkruaj. Bie fjala këtu është Pjetër Arbnori, që është kujtuar, dhe këtu kam një kujtesë për këtë shkrimtar dhe një roman kur dyndën vikingët, kështu quhet. Ishte 90 vjetori më duket i lindjes tij, se tashmë nuk është ndërgjallë, kështu vazhdimisht e kujtojnë ndonjë autor që është. Është një autor tjetër që është Franz Samaj, një romancier dhe që jeton në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe që ka jetuar në Kosovë, ka jetuar edhe është i Malsis, nga Tuzi. Një romancier i mirëfillt, tipik. Ka shkruar qysh në vitet 80-90 po edhe tash. Dhe romancier që i ka vlerat e veta. Dhe këtu ka një roman, Kthimi, që merret me një tematikë shumë interesante. Tematikën e kolonizimit të tokave shqiptare nga kolon serb dhe malazes. Në vitet 50. Merrem me men në Jugosllavi socialiste atëherë dhe komunistë çfarë thoshte vetes, i përsërishte politikat e kajlëve edhe serb me gjithat proklamimin e bujshëm
për barazije, drejtësi sociale e tjerë, tash cilë të kolon në tokat e shqiptarëve. Edhe shqiptarët i detyrojnë në një mënyrë se tjetër të nënshkoheshin Turqi të shpërnguleshin për Turqi. Është tematikë shumë e ndihshme. Dhe për ironi të fatit, tash sjell nga malësia shqiptarët besimit krishterë. Në rrethin e Gjakovës, në tokat shqiptare për t'i vendosur, edhe për t'i përzon tjerë si armiq. Ata duket sikur në fillim manipulohen, por kur e shohin vërtetën me sytë e tyre, se çfarë para ku gjenden, edhe ajo e përdor atë përshkrim të atyre situata përmes personazheve të veçantë që nuk arrin asesi në Serbi asaj kohë t'i konfrontoj shqiptarët. Shkruan prozë. Po, edhe ata kthehen tokat e veta, prandaj quhet kthimi kjo roman, do të thonë dështim, ata janë vendosur aty malazhe si kolon to, por jo shqiptarët, mo, dhe jo me dorën tonë ta zbatojnë politikën slave. Mirë po, ai solidaritet që është afru përmes atyre malsorëve, përmes vendasve këtu, ka bërë që ata të harrojnë edhe vetdijen e vet nacionale, etnike, solidaritetin e mëshëm kombëtar, dhe atë vetdijen se të gjithë shqiptarët kudo që jetojnë janë vllazën. Nërtishme që Serbia kohës, Jugoslavia kohës nuk u ka faltur në njerëzve këtë sjellje kështu të tillë, edhe i ka dënuar, i ka përzonë, edhe i ka përndjekë etj. Ose autor tjerë. Bie fjala këtu Nigani Bytyqi, tash është një roman për fëmijë kam këtij. Është autor që nga Kosova po që jeton në Zvicër, dhe vjen me një roman shumë interesant. Roman për fëmijë. A janë përzgjedhja këtyre autorëve Po. në librin e juaj apo në këtë projektin e juaj që po quajmë ne, është ajo që ju mendoni që ja vlen të përmbledhet në këtë projekt. Pikërisht kjo është ajo, edhe se nuk janë të rastishëm këta autor, domethënë tash për tashin këta autor. Në periudhë supozojmë e vjeshtës vitit kaluar ose pranverëse deri tani të muaj maj ose qershor tash ku jemi. Janë të autor që unë i kam përzgjedhur dhe përfshin këtu. Nuk po them që janë më të mirë, për shkak se ka edhe 10 tjetër. Kanë diçka të veçantë nga të tjerët të cilët e keni për shkak se të vepra e Frans Somajt, për shembull Nigani Bytyqi dhe të tjerëve, unë jam redaktor i këtyre veprave. Dhe kryesisht jam redaktor të ato vepra që mendoj që mund të përfaqësohen te vëllëm çfarë është ky. Dhe kur nisa të flas për Nigani Bytyqi, është një roman për fëmijë që quhet Lejleku. Është autor që jeton në Zvicër. Edhe merret edhe me eseistik shumë, po tash del për atë parë me një prozë, çfarë është romani për fëmijë Lejleku, një roman jashtëzakonisht interesant që i kushtohet luftës. Tash si do ta prezantoj luftën para fëmijëve. Edhe pa përmend kërkon fjalën lufta ja arrin, domethënë që ta ngrej, ta bëj të komunikueshëm romanin për botën e fëmijëve përmes një fëmije që largohet, e kanë kujtesë vazhdimisht Lejlekun kur kthehet, dhe i shkruan letra Lejlekut. Porosia është fuqishme dhe e qartë, që gjithmonë përmes atyre letrave i kujton vendlindjen, që është mërgim tani, se dhe ai një ditë andron që të kthehej si Lejleku në vendlindje, dhe dashurinë që duhet ta kenë ndaj gjuhës, ndaj mësimit, ndaj librit shqip, ndaj traditës shqiptare, ndaj vlerave që janë njerëzore, sidomos në radhë të parë, po humanitare, solidare, po edhe nacionale. Ose një krijues tjetër i ri që ishte po ashtu që jeton në Zvicër, një Vilson Spaçi, del për herë të parë me një libër tregime që janë tregime ekskluzivisht të mërgimit, dhe me tematikë mërgimit edhe pothuajse rrëfimet, tregimet janë një biografi personale shpirtërore e një mërgjimtari që i ka pas peripecit e veta, që nga momenti që ka dalë nga shtëpia, që nga ato përjetimet e anthshme në përkufi me gjemba, pa dokumente, pa pasaport, me ato strime çfarë kanë pas në ato kohë të vështira vitet 90, me ato përndjekje, me ato përjetime aventurash tepër të rënda, po themi kështu. E deri te vendosja ose edhe peripeci tjera që kur prindit i vdes fëmijëve vetëm ose kur kujdes për i vdesin të afërmit me radhë e tjera. Domethënë, një temë që është me shumë interes
ekzistencën e mërgjimtarëve dhe ballafaqimin e dy realiteteve. Realitetit të mërgjimit dhe realitetit çfarë gjejnë aty. Dhe tashin sfidat e përballimet e integrimit shqiptarëve në realitetet e atjeshme, me ato drama çfarë i kanë familjare, besa, edhe dramat nacionale, sa do të arrijnë ata që të përshtaten në një botë tjetër, edhe sa do të jenë gjendje të heqë dorë për bie fjala për historisë, për traditave, kulturës vet. Kjo është ajo që është më e veçantë. Përmeni vetëm shkallëzit disa autorë tjerë, Tahir Bexhani, për shembull, është një krijues në Moshë, këtu nga Ona Gjakova, që vjen me libër poetik, që ka zërin e vet poetik, Fatime Kalimashi, një autore tjetër, nga Aroveci, që jeton po ashtu në botën e jashtme, edhe është shumë dinamike edhe në veprimtaritë kulturore, letrare që mbahen në Kosovë Zvicër. Ramadan Krasni, që është një autor nga Malisheva, kështu është dramaturg, vjen me një dramë shumë interesante, mbrojtja e trollit për një figurë historike, në kohën e poshtimeve të së kaluarës. Fajk Shkodra, kjo është një kritik letrar, i cili ka një libër që për letërsinë për fëmijët Ramadan Mehmetit, dhe unë kam bërë një recension, edhe domethënë një kritik për kritikën i bjen kjo, ose si metakritik, edhe për të nxjerrë edhe vlerat e një mendimi kritik çfarë ka, se secili krijues edhe kritik letrar ka atë botën e vet, nocioneve, botën e vet shtjellimit, analizës, perceptimit leximeve e tjera. Zesir Bekulli është një autor i New York, po ashtu si gazetar, po si autor i disa veprave, ka qenë gazetar shumë vjeçar i Rilindjes, por vjen me një libër jashtëzakonisht të rëndësishëm të përvojës së tij si gazetar në rrethanat e luftës. Me çfarë sfidash, me çfarë përpjekjesh, është ballafaquar gjatë luftës dhe para luftës në ato vizitat më të vështira të mundshme të gazetarisë, dhe çfarë një gazetar arrin që dal gjithmonë ai që duhet të jetë me shkrimet e tij. Është jashtëzakonisht e rëndësishëm, dhe këtu i kam bërë një analizë edhe këtij libri, me që edhe vetë kam punuar në gazetari, po në fund është edhe Habib Zogaj, një autor kështu po ashtu nga Malisheva, me një libër po ashtu dokumentar historik për Zogaj. Zoti Boshalla, e përmendet një numër të autorëve të cilët nuk janë të paktë, jo vetëm këtë libër, po edhe në librat e tjerë. Çfarë është? Janë, do të thonë 6, 7, 8, 9, 10 autor. Çfarë është e përbashkëta dhe çfarë i dallon? Sepse në këtë botimin e fundit keni autorë që kanë shkruar si brenda vendit, ashtu edhe jashtë vendit, cilat janë të përbashkëtat e këtyre autorëve në trajtimin e romanit shqiptar, edhe çosjen e ndërtimit të tyre, edhe cila është e veçanta, e përbashkëta dhe veçanta. Shiko, domethënë sepse shihet kur bëhet recensioni, kur bëhet kritika, shihet ka bashkël letërsia. Kryesisht ndoshta ata që janë prozatorë këto që shihet, që janë si Frant Samaj, Gani Bytyqi, Wilson Spaçi apo Fatime Kalimashi. Këta janë autorë që jetojnë në botën e jashtme. Kjo është e përbashkëta atyre. Pikërisht për këtë, po them. Po. Ka dallime ata që shkruan në botën e jashtme. Sigurisht se e kanë individualitetet e veta krijuese, e kanë botë perceptimin e vet veçantë. Dhe vazhdimisht edhe pse jashtë për shembull i moshë të shtyrë është Frant Samaj. Domethënë i ka moshë son kështu. Dhe ato gjërat që janë pak më të moshuara kanë të veçantë për shkak se kujtesën e kanë fort për ngjarjet që kanë ndodhur. Edhe tash, ngjarjet që përfshin ai ka kujtesën e vet ato viteve 50, domethënë para sa kohë po i vjen ai gati 70 po. Jo, 60 diçka. 60-70, që është para 70 vitesh. Dhe ta ringjallësh një kohë të kaluar tash si mërgjimtar ku atje, edhe tash edhe e bart me vete, ajo është e veçanta. Gani Bytyqi po ashtu e ka me këtë Wilson Spaçi kanë përbashkë temën e mërgjimit, dy të autor. Ose Fatime Kalimashi vazhdimisht ato temat e mërgjimit të dhimbjes para dhënave të tjerë, edhe të jetës besa. Po është diçka tjetër karakteristike të këta njerëz. Kam ngulja që të mos heq dorë nga identiteti shqiptar, dhe me çdo kusht të ruhet dashuria për atë dhënë dhe për Kosovën. Kjo është e përbashkëta atyre. Kjo është e përbashkëta dhe është ajo që e përcjell atë mesazhin e fortë se ani pse janë mërgjim se pas atij vargut asaj
këngës që e thot herët, thot, ku do shkoje, ku do vete, atë dheun e marrë me vete. Kështu, dhe më thonë, gjithmonë e kanë atë qopën atë dheut me vete, dhe aty ku shkojnë, ato ambientat ata krijojnë një pjesë Kosovë, një pjesë Shqipërie, një pjesë të gjuhës Shqipe, dhe e mbajnë gjallë ashtu, përmes këtyre shkrimeve. Zoti Bozhala, një element tjetër që po ta dëshirë të bisedojmë, e përmendet pak më herët në fillim të bisedës, që më herët ka qenë një shtëpi botuese, po flasim për Kosovë. Ndërsa tani ka shumë shtëpi botuese, po ajo më hershmja, shtëpia botuese ka pas njerëz, ka pas kritik që derisa ka gjetë botimin, i ka hyrë filtrave të dalës e librit. Ndërsa tani secili libër mund të botohet. A duhet të ketë konkurrencë mes shtëpive botuese, jo në bazë të numrit të botimit të librave, po nxjerrjes së vlerave. Po ashtu, shikoj, ka shtëpi botuese që janë serioze. Nuk e boton nëse nuk ka shumë, domethënë që kanë një veprimtari pak më të hershme. Edhe janë serioze, kanë redaksin e vet. I kanë njerëz të vet, domethënë, edhe kalojnë përmes një filtrave redaktorial. Të redaktorit, të recenzentit, të lektorit, domethënë të redaktorit gjyqësor, kështu thjesht. Edhe i kanë rezultatet e veta, është normal se i kanë. Pas nuk po vetëm bie fjala që kanë një traditë qysh para luftës, Fajkonisa ose Buzuku për shembull, ose ndonjë shtëpi tjetër botuese. Po to janë shumë shtëpi botuese, tash kanë edhe qendra komunale shumë. Ka tash varet për qendra komunale se si asimilojnë, si më thonë, si angazhojnë punën me ta krijues. Ndoshta më shumë është ajo përpjekje që qendra komunale të japin mbështetje autorëve që të ketë një jetë letrare, kulturore, dhe në të qendra që të mos jetë e shohur plotësisht. Ndoshta ka një fenomen pak këtu në këto raste që më shumë të ketë shkrimtarë sa lexues. Atë kështu. Domethënë kjo është fenomeni paradoksal i kohës, po unë nuk e quaj përpjekje dëmshme këto, le të shkruajnë njerëz, nuk ka diçka. Ata i filtri, atë kritiku letrari, studimor, janë ata njerëz të institucionit ato që duhet merren me fjala konkurrenca tash ekziston në nivel të ministrisë atje, kur konkurrojnë autorët me veprat e veta ose shtëpitë botuese me veprat e veta. Atë përgjegjësinë merr një komision vlerësues aty që është. Cilat vepra mund të kalojnë, cilat s'mund të kalojnë. Unë shoh që ka pak nasia, edhe aty për shembull të autorëve serioz që menjanon ose pranojnë autorë që nuk kanë ndonjë vlerë, ku ta diun çfarë, po e rëndësishme është që vepron një mekanizëm i tillë. A do të ketë tash një filtrim tjetër? Me fjalat e tash këtu mirë, prapë në kuadrat Ministrisë Kulturës janë çmimet që ndahen. Çmimet ku ta diun për prozë, për vepra jetësore ose për diçka ndonjë vepër tjetër, po edhe aty është mirë që kanë fituar autorë që janë që kanë emër, që kanë vepra me vlera, domethënë në veprimtari për viteve 60-70 e këndej, dhe që kanë një individualitet krijues. Tash edhe aty ato komisionet që janë pak janë të prirura që nga njëherë tanojnë nga qarqet krijuese, nga autorët e tyre të preferuar etj. Dhe kjo nuk them që nuk meritojnë, po nuk i bën shumë edhe nder letërsisë. Nuk mund të themi, a mund të themi kështu në formë pyetje. A mund të themi që çmimet e ndara nga institucionet, duke filluar nga ato lokale deri në qendrore, nga komuna deri në ministri, janë çmime që ndohen në bazë të vlerave letrare në këtë rast, sepse shpesh herë shohim që ka reagime pas një ndarjes së çmimit, ka reagime në publik për faktin që shpesh herë gjykohet ajo që thohet apo vlerësohet emri pa lexuar ndoshta fare librin. Po marr një rrethon pak më po zbres pak në ato qendra komunale, filloj për të ardhur deri këtu pak. Në realitet çfarë është në terren kështu. E di që shumë qendra komunale tash ndajnë çmime. Në klinikë kemi filluar diku në vitin 2007-2008 me fjala, me çmimin prestigjioz, një manifestim që kushtot Tahir Deskut. Çmimin Tahir Desku e ndaj për një vepër që dallohet. Edhe të paktën për një 7-8 vite edhe unë sa kom qenë aty janë autorë serioz që kanë fituar. Madje kanë qenë autorët nga Shqipëria, në emrat
mirë njohur prozë shqipe, Petrit Palushi për shembull, një prezator i jashtëzakonshëm, ose një Diana Çuli për shembull, ose edhe ndonjë tjetër, ose për shembull edhe të Kosovës, autor shumë serioz që kanë fituar Adem Gashi, bie fjalë, ose Anton Nik Berisha, ose disa. Jemi përpjek, domethënë që ato autorët që janë pranueshëm të publikut, që janë pranueshëm të studiues literar, që kanë një bagazh vlerash edhe një përvojë krijuese që është edhe individualiteteve të forta krijuese, por që kanë qenë vazhdimisht pranishëm në letrat shqipe. Domethënë që kanë qenë të lexueshëm edhe lexohen. E tashmë vonë është diçka tjetër, ata kanë ndërhyr këto çështje lokale, edhe aty mandej kanë fituar edhe autor lokal, për shembull që ndonjë që ka vlera, po edhe ndonjë që nuk heq pesh. Po e tha me keq ardhe këtë. E kështu ndodh për shembull ndoshta edhe Malisheu, për shembull që ka autor që më dërtet kanë qenë serioz, ose Kutadionin Podiev, ose për shembull Farizajan Gjelani. Gjelani është diçka tjetër, dallon me gjithë qendrave tjera, dallon për të mirë. Madje unë mendoj që në qendër letrare më rëndësishme në Kosovë është Gjelani. Pa pikë dyshimi po them këtë. Jo pse unë e kam fituar në çmim aty, po aty kanë fituar domethënë jepet në çmim në flakën e janar pena flakës quhet, dhe është tradicional prej mbas luftës së Knej. Edhe aty janë penat më të njohura që kanë fituar. Duke filluar nga Regjepçosi ose Sabri Hamiti për shembull, ose Ibrahim Kadriu, e deri te Ismail Kadari herë në fund që fitoi pa vdekur kur ishte aty. Është konkurrencë kombëtare, edhe pse vepron në kodër të një komune. Edhe vetëm aty, edhe tash edhe në nivelin lokal për shembull aty kanë fituar vetëm autorë që janë të njohur. Me fjala Ibrahim Kadriu ose Kotadion ndonjë autor tjetër. Edhe juria është gjithmonë serioze. Edhe kjo vjen mirë që ashtu atje veprojnë. Ka jetë dinamike bie fjalën Ferizaj, ose për shembull Prizren, ose po ajo që duhet të jetë nivel Kosovës është lënë për të dëshiruar. Nuk po duhen të hyjë lidha shkëmbëtare, çka duhet bëj ajo. Diku lidha quaj shoqata shkëmbëtare, mandej edhe lidha shkëmbëtare. Çka ka pas lidha shkëmbëtare? Ka pas konkursin e rregullt për romanin më të mirë brenda një periudhë, edhe aty jo me konkurrojone tjetërit, po e ka pas për detyrë ajo juri ta përcjell produksionin letrar brenda një viti, pa asnjë dallim në Kosovë, po supozojmë, edhe ti marrë në shqyrtim të gjitha veprat. Unë vetë kom qenë një 2 apo 3 pjesa asaj jurie. Edhe janë shpërbyer autorë që janë serioz. Tash. Po aq mandej ndodhen ndryshime të thella aty, lidhje shkëmbëtarëve, u lagun gjithë shkëmbëtarë serioz, erdhën tjerë kështu pa njohur etj, dhe tash ai çmim nuk ekziston. Ka ekzistuar edhe çmimi jetësor. Tash i ka marrë ato çmime në emën të lidhjes shkëmbëtarëve, i ka marrë Ministria e Kulturës. Mirë, tash aty a jepet për shembull çmimi për romanin më të mirë nuk jepet. Nga një herë për çudi jepet për një kritik letrar, ose për një libër poezi, ose edhe aty varet sipas preferencave që i ka një juri kështu. Domethënë, nuk është kriju ende ai çmimi prestigjioz letrar që duhet të sheshoj vlerat. Pse u shemën to nuk e di, ndoshta to ju ka konvenuar shumë autorëve kjo, që të futën ato njerëz të preferuar tyre etj. Zoti Bozhala, për fund, ku është folëm për teorinë, folëm për kritikën letrare, ku është kritika letrare në nivel vende? Dhe tash ka një dikur, gjithmonë po duhet me bë antitetik. Antitetik është kritika antitetike që i ballafaqon antitezën, domethënë i ballafaqon kohët, i ballafaqon vlerat me antivlerat, i ballafaqon autorët, veprat, i ballafaqon rrjedhat, teoritë, besa letrare i ballafaqon. Nëse kjo është një, si thosh, një procedim kritiko letrar që unë preferoj kanë herë të ballafaqoj këtu. Edhe ka edhe rrymë të ndryshme të kritikave letrare që për shembull që merret absolutisht me autor, po ekskluzivisht me tekstin. Kritik tekstologjika, kështu le të themi kushtimisht, ose një kritik për shembull akademike që e kultivojnë kryesisht doktorantët edhe magjistrantët, edhe të cilët e morën një autor ose ndonjë vepër ose ndonjë temë të caktuar çfarë
ata mentorët e tyre jo thonë, edhe aty janë rezultate, nuk du të them që s'ka rezultate aty. Edhe ajo është gjë shumë e mirë. Edhe është mirë që shumë prej tyre botone besa janë edhe pron e lexuesit përmes librave elektronik. Edhe kjo duhet bëhet praktik kështu, që sa më shumë të libra elektronik të jenë pranishëm ato. Tash. Ajo është një fushë. Do më thonë, e studime që bëjnë të studimet akademike ose të akademisë shkencave tjera. Ore marrë vetën kështu, nuk e quj vetën në atë kuptimin institucionalist kritik i institucionit. Se s'jam në ndoj institucion. Po flasim përgjithësi për kritikën në nivel vend. Kritika, këtu është ajo që thelbi. Pa lexim të shumë fisht. Lexim vepra letrare. Në radhë parë. Edhe pa lapndor, edhe pa dije sistematike, jo vetëm kritiko letrare, studime letrare, pa edhe dijeve tjera, fushave tjera, të filozofisë, psikologjisë, sociologjisë, të historisë, pesa dhe geografisë e tjera, çaka psikanalizës, se ekziston kritika psikanalitike, për shembull. Te kritika intuicioniste, intuicionet e tjera. Nuk mund të ketë kritik letrat mirëfillt, suksesshëm. Te kritika që i bëjon, unë përpiqem që një kritik letrare mos jetë shablon. Se i vrej shumë kritik letrare janë shablon. Do të thonë, kjo është mbi fjala një gotë, edhe tash kjo janë prodhuar edhe gota tjera e shablon. Vetëm që e der ujtë që tjetër përbajtje të ujtë për autorët vepra të ndryshme. Është diçka që unë e quj dështim. Mirë po, përpjekja duhet jetë kështu. Se cila vepër e ka pamjen e vet, e ka strukturën e vet, e ka shpirtin e vet artistik, edhe autorët e kanë individualitetin e tyre. Tash ti duhet të hysh në atë përmbajtje, në atë botë që e ka, të veçantë për tjerëve. Dhe nëse nuk arrin të përtosh to, do të thonë atëherë edhe shkrimi deli dështuar. Prandaj duhet të jenë qasjet e ndryshme. Ndonjëherë e fillon një kritik letrare me një analizë një poezie për të hyrë dëpërtuar tjerat, ose e fillon me një sintezë me fjala të mendimeve vlera të përgjithshme të veprës për dalë të veçantat. Ose e fillon me fjala të një autor që ka preferencë të shkruaj për vendet ndryshme të dheut, për shembull. Unë e quaj shpesh geopoetike këtë. Se ekziston edhe kritika geopoetike, kritika letrare botërore, studimet, dhe ajo ka dimensionet veta të veçanta se si ajo geopoetik shfaqet në letërsi. Ose te romanet historike, ose te tematika historike, tash aty ti duhet të jesh një ose i thellë historisë, ose i mitologjisë bie fjala, ka edhe kritik mitologjike, madje edhe miticiste, se këto janë dy terma të ndryshme kështu. Nëse mitologjia është ajo që për shembull sikur të romanet e dramat e qosës, për shembull mitet zhveshur ose të Kadare për shembull, ose të shumë autorë që mitologjia shqiptare, legjendat shqiptare, tash të baladave shqiptare të Dorantinës e Konstantinit, ato janë balada. Se ringjalla në realitet s'ka ekzistuar, po në baladë ringjallën ata. Edhe ajo merret trajton në aspektin artistik. Tash ajo se si risemantizohet, se si rikuptimsohet në përkohë. Çfarë përmbajtje merr kohën e sotme, çfarë ka pas dikur, çfarë do marrë nesër. Ajo është një çështje tjetër. Tash tu pish për përfundoj këtë. Po tash ajo miticiste nganjëherë është ajo përpjekja një kritike që tronoi gjithçka. Gjoja se ekzistojnë tashmë kulte, nuk do të gjo Kadare ose autor të mëdhenj që i morë agollet të tjerë, edhe letësia shqiptare është një heqje, tjera, dhe madje kur s'mujnë veprën të arrënojnë, atër do të merren me jetën e shkrimtarit, ka plot çdo përpjekje dhe vepra kundër një shkrimtari, edhe një fushat madje tepër e egër ishte ngritur në Shqipëri kundër Kadares, kur propozoi për çmimin Nobel se ai ka qenë i regjimit, ka qenë ku ta di çka, dhe pa aftë për të ballafaqur me veprën. Ata janë marrë me shpifje edhe me denigrime tjetër shkrimtarit ose edhe veprat me përpjekje që ato nuk pas kanë vlera. Mirë po, bota është diçka tjetër. Bota nuk ishte që marrë as diku në kohën e komunizmit, që e ka përkthyer sot, diku në 70 gjumë sa është përkthyer.
që është një pasuri e zakonshme dhe emblem e letërsisë shqipe sot botë na kemi Kadarin. Jo është ajo. Zoti Buzhala, edhe një përfund, sepse hera dytë që po themi përfund, a ka raste kur kritika letrare, kritiket letrare, shohin apo në hasen që nuk është vepër që mund të flet leshëm për fusha, veprimtari të ndryshme, edhe mirët në mënyrë sipërfaqësore, ose flet për autorin, ose për kontekstin kohor, ose për rrymen letrare, edhe i ik librit që botohet. Shiko, ata që janë kritik serioz, që kanë intelekt thellë. Ose ka libër që ka dëshirë ta ketë një firmë, ose në nënshkrim emrin e një kritike letrar, sa më serioz vlerë libër. Autor serioz nuk e qasën me këtë frymë. Ndoshta është prire ka njerë që po thamë se këtu ekzistojnë ato rrethet, qarqet. Ka njerë se e quajnë qarku e Prishtinës të akademisë shkenca ose qarku Institut Alberologjik Raciosit e tjerë. To kalumen e ka pas një frymë garet shëndosh, që ka sjellë rezultate veta. Ndoshta kanë edhe rënuar ose denigruar, po e rëndësishme është që kanë triumfuar si autor, edhe vepra. Sot është diçka tjetër. Tash, shiko, unë vrej sot shumë kush i merret me kritik letrare. Merret në mënyrë tepër të përsipër dhe tepër sipërfaqësore. Ka drejt secilit merret, secilit lexoj dhe secilit i shpreh impresionat e veta, perceptimin si e percepton letërsinë ose botën. Mirë po. Tash, këtu nganjëherë jo pak autor, shpëhyn të emrat, shkruajnë për shkak një pagesë që do ta kenë. Kjo është ndoshta për shkak të parave shkruajnë. Edhe një shkrimtar që nuk është ndoshta serioz, ata thonë pas ka vlera aty këtu. Ndoshta unë shpesh kom bërë përpjekje ndonjë autori që ta inkurajoj pak, në mënyrë të rrethot që ja tregoj metat se ka do të thoj. Nëse është përmirësuar jo marr, nëse jo kom lënë, ondash. Dhe që marr më ta. Dhe nëse është një kritik që don me inkuraju, shpesh është quajtur si kritika e empatisë, ose vetëm atë mendimin pozitiv që dikush e jep, nuk ka gjë të keqe aty nëse për shembull e nxit e inkurajon. Mirë po, nëse tash krijohet ajo përshtypje që autor tash i ka mrrin vlerat, atë është gabim i madh. Sipas ka mrrin ku ta diun çka. Është mandej një tjetër çka po e vrej ato perceptat. Për shembull shoku për shokun bën kritikë, ose çfarë që kështu se s'ka tjerë më këtu. S'ka tash ata çfarë akademik ata merren me një nivel tjetër ata merren, ose këta që kanë profesor në universitet, ata e kanë doktoratuar, nuk merren me letërsinë ata, nuk merren me vlerat, nuk merren me zgjedhjet, nuk merren me autorët. Edhe ende jetojnë kalumen, bilim, po vjen keq që po them këtë kalumen, për shkak se vetëm kalumja ka pas autorë sot s'ka. Kur realiteti letrar është këtë tjetër, nuk është ashtu. Tash, edhe pak duhet të për një prijet tash publikisht të treg vërejtjen. Tash ka dalë teknologji informative, ose në inteligencë artificiale, për shembull. Se unë njoh tash atë gjuhën e inteligjencës artificiale në kritik letrare, për shembull. Jo pak autori vrej, edhe në krijime letrare poetike, këtë janë uniform, ushtarake. Domethënë, komplet e marrin, i huazojnë ato dhe i bojnë që dveta të këto. Ata nuk po janë gjendje edhe bilet pakët të asimilojnë ato, dhe bojnë një tekst vetin, se del, për shkak se nuk po hynë, cilat janë ato modele stilistike që i njoh mirë ato, modele stilistike që i përdore e gjuhën, dhe tash njëtat modele stilistike i hasnit e, për shembull, të 15 autor. Të njëjtat. Njëjtat modele stilistike të gjuhës së inteligjencës artificiale i hasnit njëjtat autor. Dhe kjo është ai fenomeni që sot ekziston, dhe ndoshta ndonjë ditë duhet më dalë edhe me ato reagime, domethënë që pak ta kenë parasysh edhe këtë fenomen, atë këto të nuk po them që s'do ta kërkojnë ndihmën aty. Mirë po them që të jenë vetvetja. Nuk mund të jesh ti, shiko, ka vepra letrare përpara, a thu tash përballë një inteligjencë artificiale, a thu po vdes letërsia, e bojmë pyetje, apo do të jetë nivel më të lartë. Kjo mos besim total tash. Për shkak se humb autori tash, edhe shpesh e paralajmëron vdekjen e autorit edhe këta disa teoricianë që janë, për shembull si Svetan Todorov ose këta diun e Bartos,
kritik një orë, studios një orë botëror, njësoj ndodhë se këtaj fenomeni që ka qenë krimtajnë popullor. Nuk dihet autori, po dihet ata populli këtu. A thot nese do të shdrobi shkrimi këtë kolektivitet, edhe s'do të ketë më autor, po do të ketë vetëm autorësi, një inteligencë ose këta dionët një autorit përbasht. Do më thonë nishi prapë, monizmi. Edhe do gëzojmë në të bim tash në atë uniform gjësore, uniform moniste, se dikur, uniform mendimit, se i ka shumë thella ato, në rregull. Të pamenduajt fare. Po, këto është problemi, se pra ta dhe do t'jenë kujdesshëm pak njerëz, ata që e donë letërsinë. Ma mirë është një përpjekje që është individuale, një përpjekje që është, do më thënë se që është personale, edhe ajo shket normale që ti absorbon dijet për literaturën ndryshme dhe qofta për inteligjencës. Por ruje volën tonë, individualitetin tonë, personën tonë, vetë-vetën. Ashtu sikur që janë 7 miliard njerëz, edhe i kanë 7 miliard shenjat gishtave janë. As kënë nuk i ka shenjat e gishtave njësoj. Është kjo mrekullia natyrës, e ligjit natyrës, atë hynistë, nuk për hynë atë. Po rëndësishmë është kjo. Dhe më thonë, se cila qenje njerëzor është qenje unike në vetë-vete. Prandaj letë bëjnë përpjekje edhe autor të jenë unik të vetë-vetja, unik krimtarit të jenë vetë-vetja, unik të stili vetë, të nocionet që i përdor, të fjalorit, të modele stilistike që i përdor, dhe të procedimet letrare artistike edhe studimore që i përdorin. Zoti Bashalla, faleminderit që gjetët ku dhe pëndoni opinion për kulturën shqiptare. Ju përgëzojmë për librin dhe urojmë që në të ardhmen t'ju kemi në studio për libra të rinj. Faleminderit për jush për bisedën. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.